jemi me Ligret Himën, protestuesin I cili ka nga Italia, por që për policinë ishte kriminali I rradhës përpara kryeministrisë. Si kam më mort, më shupi ka majtë komplet. Isha thjesht, nuk e di ose para se gjë, thjesht po rezistoja edhe më kanë ardhur nga një policë I gjatë, I maskuar, më ka bllokuar, më ka mobilizuar, me dhunë më ka fut krahët poshtë krave, më ka përthyer keq fare kokën, ndërkohë që I thoja të lutem më lësho sepse kam një plak, jam I operuar në cervikale në qafë, nuk më lëshoj, më ka tërhequr me dhunë nga aty deri mbrapa ministrisë, atje pasaj kur e pa që po humbja djeglat, më lëshoj. Edhe ai polici u zhduk nga aty pasaj. Unë nuk e di se si mund përdojnë një dhunë e tillë, ndërkohë që nuk po bëj asgjë, nuk preka si policia, nuk preka efektive, përderisa punoj me drejtsinë itali, jam shtetës italian, sapo më mori në ambasadën e telefon tani, duke informuar për mua, këtë çështje nuk e lë këtu, absolutisht, dua të denoncoj çdo akt të dhune që më është bërë sot si qytetar I lirë, sepse unë nuk kam prekur deri me dorë dhe nuk kam dhunuar askënd. Thjesht kam folur pa fjalë banale, por me fjalë të drejta për të drejtat e mia. Duhet të jeni qartë për çdo policë të shtetit I cili po dhunon qytetarët të cilët protestojnë përpara kryeministrisë, do të mbajnë përgjegjësi përpara ligjit.